Katër përpjekje e pa aq dështime u mboshën në seancën plenare të së hënës, që në rendite pati zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nënkryetarëve. Seanca nisi me vonesë prej 30 minutash e zgjati afro 15 minuta. Përfshir këtu 1 minutë heshtje për vdekjen e Papa Franceskut dhe betimin e deputetit të Partisë Demokratike, Elmir Eqisa, i cili këtë obligim sekreu të shtunën si kolegët e tij. Pas këtyre solemniteteve, kryesuesi i seancës Avni Dehari i kërkoi lëvizjes vetëvendosi që ta propozoi emrin për kryetarin e ri të kuvendit. Deputeti i partisë më të madhe Glauko Njufca tha se emrin e kanë të njëjtë si në seancën e së shtunës, deputeten Albulena Haxhiu, por Njufca nuk kërkoi që ky propozim të hidhet në votim. Ai tha se logjika e zgjedhjes së kryetarit duhet të jetë e njëjtë me atë të zgjedhjes së nënkryetarëve, pra të votohet nga të gjitha partitë. Ashtu siç votojnë nënkryetarët e kuvendit, atë koncept duhet ta kishte edhe kryetari i kuvendit, pa krimin e një mazhorance këtu në kuvend për kryetarin e kuvendit nuk do të mund të themelohet vetë kuvendi. Mirë, po kjo e njëjta logjikë është edhe për nënkryetarët. Sikur ne ta kishim shumicën, do të mund t'i bllokonim edhe nënkryetarët e kuvendit. A është kjo arsyeshme? Në legjislaturat e kaluara, lëvizja vetëvendosje vot pro në propozimet për kryekuvendar pati vetëm kur propozimi erdhi nga vetë ata, por jo edhe herave të tjera. Në mungesë të vullnetit për ta hedhur në votim, kryesuesi Dehari e ndërpreu seancën. Pas këtij propozimi, konsideroj se ndërpritet seanca konstitutive lidhemi sërish të mërkurën në 23 prill në orën 10. Ju falemnderit. Ky është dështimi 4 për konstituimin e kuvendit. Në seancën e së martës, javën që shkoi, deputetët nuk e votuan raportin e komisionit parlamentar për verifikimin e mandateve. Hap ky procedural, por që pamundsoi kalimin e pika të tjera të rendit të ditës. Kryesuesi Dehari pas kësaj situate ju drejtua me një letër presidencës, nga ku kërkoi sqarime për zgjidhje. E presidentja Vjosa Osmani tha se zgjidhjen duhet ta gjejnë deputetët. Seanca vazhdoi të njëjtën, por sërish pa rezultat. Tek në tentimin e tretë të shtunën, deputetët e votuan raportin e komisionit dhe dhan betimin, me çka ju hap rruga zgjedhjes së kryekuvendarit. Vetëvendosja si partia më e madhe propozoi Albulena Haxhiun, por në 2 përpjekje ajo mori vetëm 57 vota për.